Do të vim tani me një bisedë dhe do të flasim për politikën e ditës, për zhvillimet e fundit, për zgjedhjet e pjesshme lokale të pezulluara tashmë në Tiranë në 9 nëntor, por që sigurisht procesi vijon normalisht për 5 bashkitë e tjera. Kam të ftuar në studio për një bisedë ish deputetin e Partisë Socialiste Xhemal Qefalia. Mirëserë zoti Qefalia, kënaqësi të jeni në studion tonë. Faleminderit për ftesën. Gjykata kushtetuese e pezulloi dekretin e presidentit për zhvillimin e zgjedhjeve në Tiranë, por gjithsesi kjo nuk e ka ndalur socialistët që ta vijojnë fushatën e tyre. Përse? Përderisa nuk ka zgjedhje zoti Qefalia? Shiko, është në filozofinë e Partisë Socialiste që asnjëherë nuk e ndal punën me qytetarët, punën me njerëzit, punën me kontaktet me qytetarët që ditën që mbarojnë zgjedhjet, jo vetëm për këto zgjedhjet e parakohshme, por edhe në të gjitha zgjedhjet tjera. Natyrisht që Partia Socialiste vjen pas zgjedhjeve, pas fitores së datës 11 maj, por ndërkohë që është menduar që do ketë zgjedhjet parakohshme në Tiranë, pavarësisht dekretit të presidentit, strukturat e Partisë Socialiste janë në punë të vazhdueshme, të cilët kanë bën kryesisht jo vetëm për fushatën elektorale, por për mbarvajtjen e gjithë aktivitetit të tyre në për zonat respektive. Ne duhet ta pranojmë që kohët e fundit Tirana është stopuar lidhur me shumë anë të cilët kanë bën përmirësimin e jetës së qytetarëve. Kështu që mënyra se si u qas ky problem që Tirana tashmë e ka nevojën për të pasur një kryetar të ri të bashkisë, pra një kryetare të ri të bashkisë, ka bërë që strukturat të vazhdimisht të jenë në punë dhe të jenë të gatshme kurdo që të jenë zgjedhjet. Pra, mund të shihet kjo, mund të interpretohet ndryshe si një shenjë mos respektimi ndaj një institucioni të pavarur sikurse është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Jo, kjo nuk është fushatë elektorale. Fushata elektorale ka datat që përcaktohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kjo është kontakt me strukturat dhe nuk është shkruar as gjikundi as në kodin zgjedhor, as në ligje të veçanta të cilët ndalojnë kontaktet me drejtuesve politik me qytetarët. Bile kjo duhet jetë e vazhdueshme, nuk ka arsye. Takime në kuadret të zgjedhjeve, takime në kuadret të zgjidhjes problemeve, të problematikave të ndryshme që për hir të vërtetës janë akumuluar dhe kanë mbetur, dhe kjo nuk përbën asnjë shkelje, as ligjore, as kushtetuese dhe as të shkeljeve të KQZ-s. Këtu ka kontakte me qytetarët, zonja Ogerta Manastrliu është kryetarja e Partisë Socialiste të qarkut të Tiranës, të bashkisë të Tiranës, dhe është në kontakt vazhdueshëm ashtu siç janë edhe drejtuesit politik, një në cilët jam edhe unë. Është parë edhe me blog në dorë. Pikërisht. Dhe kjo bërë virale, pastaj edhe në rrjetet sociale. Kjo puna e blogut në fakt han pak për diskutuar se sjellim në mendje bloqet që ka pasur tjetër kush pa u kthyer në shumë në retrospektiv, por kjo tregon vëmendjen dhe përkujdesjen që ka kandidatja për Bashkinë e Tiranës, e cila çdo gjë dhe çdo detyrë i merr shumë seriozisht, ashtu siç i ka konkretizuar të gjitha etapat deri në momentin që është shpallur nga Partia Socialiste si kandidate. Po të kthehemi në kohë, zoja Ogerta nuk është se është katapultuar, ka ardhur nga si një gjetje për drejtuar Bashkinë e Tiranës, por i ka kaluar të gjitha etapa që kanë filluar që nga punojse e thjeshtë në Bashkinë e Tiranës, përgjegjëse sektori, punojse, drejtuese në Spitalin Nën Tereza, ministre e shëndetësisë në një kohë shumë të rëndësishme për gjithë botën, pandemia, ministre e arsimit. Pra, kjo e ka bërë që Ogerta gjërat i merr seriozisht, nuk i merr për estradë dhe për çfaqje dhe për teatr. Mendoni se është kandidatja më e mirë e Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës? Unë mendoj që, jo mendoj, por si mua mendojnë shumica besoj qytetarëve të Tiranës, që zoja Ogerta është një qytetare e denjë për të përfaqësuar qenien e saj si kryetare e bashkisë, jo vetëm si një gocë tirane e cila është rritur në Tiranë, por edhe një vajzë. Fjalë Tirane jeni edhe ju. Po pikërisht, pra, shqyr që më sfundi u bë mundur që të kemi një kryetare për herë të parë, ashtu siç po ndodhin për herë të parë gjithçka në drejtimin e Partisë Socialiste, siç ndodhi Ministrja e Mbrojtjes, Ministrja e Brendshme, po edhe për herë të parë do kemi një kryetare grua, një grua e cila është një zonjë e qytetit Tiranës që i di hallet dhe problemet.